Shqipëria luan përballë Serbisë duelin më të rëndësishëm të grupit K në kualifikueset e botrorit 2026. Trajneri Silvinho i ka idetë e qarta se si do të prezantohet në këtë përballje. Rishtimi 4-3-3 por mund të ndryshojë në varësi të ndeshjes dhe qasjes ndaj kundërshtarit. Nuk duhet të ketë dyshime për portën me Tomas Strakoshën që vazhdon të jetë titulari me shtyllave. Në mbrojtje Ajeti i jep gjithnjë garanci kur futet në fushë. Pjesa tjetër e repartit është e zgjidhur me Mitajn, që rimer krahun e majt, kapiteni Gjimshitin e qendër dhe Balliun në të djathtë, edhe pse ansori Rayo Vallecanos ndjen konkurrencën e hysajt. Në mesfush Aslani nuk është fare në dyshim, Ramadani në avantazh krahasuar me Sheun dhe Qazim Laçi, që pritet i jap më tepër forcë e shpejtësi këtij reparti. Për të bërë një lidhje më organike me sulmin, Edim Bajrami është alternativë serioze në krahun e majt. Silvinho po e mendon nga minuta e parë brojën në qendër të sulmit. Zgjedhja e fundit duhet bërë sepse me manën e Dakut në qendër të sulmit ndihen, ndoshta talenti shkodrani Chelsea mund të luajë edhe në të djathtë, ku do të ketë hapësirën e dëshiruar për shpërthimet e tij.